Valbon Limani që erdhi si ushtrues detyre në krye të komunës së Gostivarit pas largimit të Arben Taravarit, ai tani në zgjedhjet lokale të tetorit kërkon konfirmimin e postit me votë popullore. Menaxhoi komunën e Gostivarit pak më shumë se një vit, por tashmë duhet përgjigjet në pyetjet e historit që kanë bëjnë me qytetin e Gostivarit, siç është urbanizmi, deponia Rusino që është një problem në vete, qend e ndacak, papastërtia, mungesa e parkingjeve. Limani është një mjek i urtë, por a do ta bind Gostivarin që ai nuk është thjesht vetëm një ushtrues detyre, apo do të jetë një kryetar i ardhshëm që do të lë gjurmë? Valbon, sa problemet la Taravari në komunë? Taravari nuk la probleme, sepse probleme ekzistojnë gjithandej në të gjithë komunat. Përveç asaj, Taravari më la shumë projekte, të cilet besoj se disa në këtë periudhë derisa ishim i realizuam, dhe disa në qoftë se marr besimin e popullit, do t'i realizojmë në 4 vitet të ardhshme. Po nisim nga urbanizmi. Jo vetëm në rajonin e Pollogut, por edhe në të gjithë territorin. Ju pengon kjo që në Gostivar ndërtohet çdo ditë, por pa standarde? Nuk do të kisha thënë ashtu, ne kemi indikator numra të saktë se sa janë ndërtuar në Gostivar ndërtime pa leje. Për qenë më i saktë, në Gostivar prej vitit 2017 për to 8 vite janë ndërtuar vetëm 58 objekte pa leje, të gjithë A1, domethënë shtëpi për banim, dhe janë ndërtuar diku afër 25 shtojca. Domethënë kjo është numri i përgjithshëm të cilat janë ndërtuar në këto 8 vite në Gostivar, dhe nga ana tjetër Gostivari është një ndër komunat që ka dhënë dhe ka pas rritje më të madhe të lejeve, leje të cilat tregojnë se në Gostivar ndërtohet konfort ligjit dhe konfort rregullave. Nga ana tjetër, po tani sa ndërtime pa leje ka aktualisht? Unë flas për periudhën 8 vjeçare ku ka vetëm 58, mirë po ka objekte të cilet kanë qenë paraprakisht pa leje dhe nuk kanë arrit të bëjnë legalizim me ligjin e vjetër të legalizimit. Aty bisedohet për diku rreth 3500-4000 objekte, të se shpresoj se me ligjin e ri të legalizimit qytetarët do t'i legalizojnë, por duhet të përmend se përveç kësaj, në këto 3-4 vitet e fundit janë punuar 4 plane detale urbanistike të blokut 15, 24, 25, 31 të gjithë bloqet të cilet e zgjerojnë qytetin, domethënë japin mundësi qytetarëve që të mund të ndërtojnë komfort ligjit. Valbon, po si është e mundur që të jepen kaq leje ndërtimin, ndërkohë nuk respektohen as pak standardet, zero parkingje ka, hapësira të gjelbra nuk ka, po e marrim si shembull rrugën, ndërtesën te rruga Beliqica. Edhe ndërtesa të tjera të cilët nuk kanë as parkingje, as hapësira të gjelbra. Ka ndërtime me leje, mirë po nuk respektohen standardet. Standardet është ligjet dhe rregullarët të cilët normalisht sjell pushteti qendror, patjetër që pushteti lokal t'i respekton dhe patjetër në kuadër të atyre ligjeve të jepen lejet. Në qoftë se ka mangësi në ligjet, më veç ajo nuk është në kompetencat tona, se i përket hapësirave të gjelbër të mirë, Gostivari edhe me hulumtim të fundit është ndër komunat të cilat kanë numër të konsiderueshëm të hapësirës me gjelbrim. Domethënë posaçërisht parku i madh i qytetit, ky parku i vogël afër komunës së Gostivarit, dhe kemi në plan gjithashtu edhe disa lokacione tjera të shndrojmë në parqe të vogla. Nuk dua të marr shumë në përgjithësi për shkak se mandati juaj është shumë i shkurtër. Mirë po, a do të thotë që kjo kur shohim gjithë këto ndërtesa pa asnjë kriter, asnjë standard, lulëzon krimi në urbanizëm dhe në Gostivar? Si do ta bëni ju, si do ta shkulni korrupsionin në urbanizëm? Unë nuk do të kisha thënë se është ashtu, prapë do ta them, edhe ja marr përgjegjësi që nëse një qytetar vjen edhe pohon se dikush, duke nisë nga unë personalisht, i ka kërkuar 1 euro, qoftë për një ndërtim, qoftë për një shërbim tjetër, unë jam i gatshëm as pak mos të kandidoj për kryetar dhe t'i kërkoj falje gjithë qytetit. Në dhjetor të vitit 2024 keni thënë që parkingjet do të bëhen me partneritet privat të publik. Do të bëhet kjo në mandatin e ardhshëm nëse zgjidhen kryetar i Gostivarit? Domethënë ka 2 lokacione për të cilat ka
marrëveshje kontrat me një kompani të caktuar për parkingjet në kate, ato ende nuk janë drejtuar, domethënë, për ta filluar procedurën e ndërtimit dhe nuk mund të prejudikoj se si do të ecë procedura administrative, por nga ana tjetër kemi punuar me plan. Kemi paraparja këtu ndër këtë park, një parking nëntoksor me 2 nivele, i cili do të siguron 126 vende, por jemi në zhvillim e sipër edhe të planit në qendër të qytetit, ku parashojmë një transformim atje dhe gjithashtu parkinge nëntoksore. Sa është numri i parkingjeve që planifikohet të ndërtoni në mandatin e ardhshëm? Në mandatin e ardhshëm planifikojmë bazë të dhënave të cilet i kam, te parkingjet nëntoksore, domethënë diku mbi 400 vende, dhe gjithashtu do t'i rishikojmë edhe zonat ku nuk kemi parking zonal, që tek të njëjtat të vendosim parking zonal. A do të jenë të mjaftueshme? Po ndoshta jo të rësisht, mirë po ne do ta bëjmë njërën pjesë, shpresoj që mandatin pas meje një kryetar i jashtëm të vazhdon me po të njëjtën tempo. Ende ka shumë fshatra të cilët nuk kanë kanalizime, ndërkohë Vardari po mbushet me ujërat e zeza. Do ta zgjidhni këtë problem, do të bën të gjithë fshatrat me kanalizime, pastaj që ujërat e zeza mos të dirdhen në Vardar. Një prej prioriteteve është që përveç infrastrukturës nëntoksore, ku bën pjesë kanalizimi fekal, edhe ujësielsi, domethënë furnizimi me ujë të pishëm, deri në fund të mandatit, gati mos kemi asnjë vendbanim i cili ka problem me ujin e pishëm, por edhe me kanalizimin fekal. Ekzistojnë vendbanime fshatra, janë bërë shumë, por kemi ende për të bërë, por besoj që në mandatin e radhës, prap do të them, nëse populli ma beson, këtë mandat besoj që do të zotohemi, në fakt se do të mundohemi që këto tema dhe këto probleme të gostivarazve t'i përmbyllim, për të pas hapësirë në mandatin tjetër, ndonjë kryetar tjetër të ecë përpara me projekte tjera. Çfarë keni në plan që ta zgjeroni Gostivarin që të mos jetë kaq i ngushtë, që trafiku mos të ketë kaq ngarkesë? Për shembull, bulevardin Vllezrit Gjinoski, keni guzim që ta shpronsoni dhe ta nisni atë projekt? Po, një prej projekteve të cilën e kemi në plan është hapja e bulevardit Vllezrit Gjinoski në këtë segment para komunës së Gostivarit. Më veç kemi bërë shpronësim të një shtëpie e cila është në trasën e rrugës, bulevarit, dhe besoj që mbas zgjedhjeve me njëherë do të fillojmë edhe negociata për shpronësim edhe të shtëpive në ngushticën e cila e krijon atë kaosin. Do të bëhet në mandatin për 4 vjet, do të bëhet kjo? Besoj që deri në fund të mandatit do të arrijmë që ta hapim edhe këtë bulevar. Higjiena dhe mbeturinat. Komunalesi duket më shumë si një muzej komune se sa një ndërmarrje funksionale. Pse ky institucion nuk ngrihet dot, është mungesë e stafit, buxhetit apo dobësi e menaxhimit? Po ja, është mëkat të themi se ajo është një muze, sepse aty kemi shumë punëtor të vlefshëm, të cilët çdo ditë punojnë dhe në 3 turne marrin mbeturinat në qytet. Nga ana tjetër, sa i përket mekanizimit, veç në 5 muajt e fundit ne jemi furnizuar me 2 kamion të ri për mbeturina, me tendencë që deri ka pranvera të furnizohemi edhe me 2 qerë, dhe besoj se me këtë dukshëm do të përmirësohet menaxhimi i mbeturinave, por patjetër ta ceki se vetdia e qytetarëve për fat keq është në një nivel pak jo të mjaftueshëm sa i përket hedhjes së mbeturinave në vende ku nuk janë të parapara për mbeturinë. Po si është e mundur që administrata e komunalesit është e kaq shumë e fryrë, ndërkohë punëtor në teren nuk është se ka mjaftueshëm? Unë nuk do të kisha thënë se nuk ka punëtor mjaftueshëm, prap do të them ato punojnë në 3 turne, mbulojnë tërë territorin e Gostivarit dhe bëjnë maksimumin. Por Gostivari prap nuk është tërësisht i pastër. Po unë do të kisha thënë se asnjë komunë në shtetin tonë nuk është tërësisht e pastër për shkak të, le të themi, ndoshta politikave jo dënuese, të gjithë procedurat të cilat vazhdojnë mbarojnë diku në gjykat, u falet gabimi e kështu me radhë. Domethënë, prap do të them paralel me atë, jo që nuk ka nevojë të përmirësohet gjendja e ndërmarrjeve komunale, por paralel me atë patjetër të rritet edhe vetdia tek qytetarët. Përse pagesat në shërbimet e komunalesit nuk arrin 40%? Ku qëndron problemi? Pagesat nuk arrin shkaku se
Qytetarët kishim jo, apo komuna nuk ka krijuar një mekanizëm që... Jo, komuna gjithmonë e ka pas qasjen që në periudhat të caktuara ne e dim që kishim në periudhë të caktuar me fillimisht me pandemin, pastaj me krizën ekonomike dhe normal gjithmonë komuna është munduar që të tregoj një farë mirë kuptimi edhe ndaj qytetarëve dhe për këtë shkak ka ndodhur që komuna mos t'i ndërmerr, në fakt ndërmarrja komunale mos t'i ndërmerr hapat e nevojshme, por besoj që me kampanjë të mirëfill qytetarët e Gostivarit din ta çojnë punën dhe kjo përqindje gradualisht do të rritet. Deponia Rusino që është përgjithësi e 9 komunave. Çfarë po ndodh me deponinë Rusino? Deponia Rusino është një deponi rajonale e përcaktuar për këto 9 komuna. Gjendja e saj në qoftë se bëjmë një krahasim atë se si ishte para 5-6 viteve është dukshëm e përmirësuar me projekt nëpërmjet Agjencionit Zvicran për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Janë bërë shumë punë, domethënë më veç kemi kontroll të mirëfillt të gjithë kamionave të cilët hyjnë me mbeturina, të cilët mbaten, por gjithashtu janë të rregulluara edhe kanale për ujërat e zeza të cilët rrjedhin. Në fazë të ardhshme kemi paralajmërim se do të ketë edhe makineri për deponinë Rusino me të cilën dukshëm do të përmirësohet edhe mirëmbajtja. Në opinion ka një perceptim se deponia Rusino nuk është që funksionon si duhet. Do të mbyllet ajo si është epilog? Do të mbyllet ajo apo do të zhvillohet që pastaj që të bëj selektimin e mbeturinave apo çfarë do të ndodhë? Planet ishin që të ketë një afat kohor të caktuar kur do të mbyllet ajo deponi, domethënë fillimisht edhe me Ministrinë e Ambientit Jetësor, por tani prap do të them, në qoftë se pyetem unë si gostivares, disesi se do të kisha dashur të dislokohet dikun në ndonjë komunë tjetër, mirë po tani ekzistojnë kompani të fuqishme të cilat merren me këtë veprimtari dhe besoj se mund të gjendet një modus që ajo deponi nga deponi të shndrohet në një, le të them, punëtori e cila do të siguron edhe të mira për gostivarasit, por gjithashtu do të siguron ndoshta edhe vende pune. Po flasim pak për arsimin. Si do të garantoni mësimin në një ndrim? Do të ulni numrin e mësuesve, do të bëni klasa shtesë apo sepse ky është edhe një vendim i qeverisë? Po, në fakt i Ministrisë së Arsimit. Realisht në Gostivar në shkollat, le të themi në vendbanimet rurale, më veç të gjithë shkollat kanë mësim në një ndrim. Pak kemi të lashe se i përket shkollave këtu në qytet brenda, por më veç kemi filluar të planifikojmë, në fakt të projektojmë se si mund të zgjerohen me të vetmin qëllim që të arrijmë që edhe në shkollat mësimi të jetë në një ndrim. Besoj se një mandat do të jetë i mjaftueshëm që të arrijmë këtë objektiv. Në shkollat më të mëdha të Çajlës dhe Forinës nuk ka akoma salla sportive, palestër. Si është e mundur që këto shkolla nuk kanë edhe sot e kësaj dite palestër? Po, me banorët e Forinës së shpejti kishim takim, por edhe me ato Çajlës dhe kemi biseduar nevojën normal për prioritetet të cilet i kanë ato fshatra dhe ato vendbanime, dhe kemi biseduar nevojën për të pas një sallë sportive. Bashkë me ato vendosëm dhe u zotuam që të përgatisim faktisht një projekt edhe për Çajlën edhe për shkollën e Forinës, dhe në qoftë se kemi mundësi... Do të 4 vitet e ardhshme në qoftë se jeni i pari Gostivarit? Nuk e dia do t'i realizoj, zotohem se projektet do të përgatiten, por do të bëj çmos që të njëjtat edhe të realizohen. Domethënë do duhet presin? Po, do duhet të shohim komfort mundësive të cilet i kemi. Gostivari me 4 qerdhe publike, mirë po, mbi 200 fëmijë presin që janë në listën e pritjes. Sa qerdhe keni ndërmend të ndërtoni në mandatin e ardhshëm? Ne më veç kemi mbaruar procedurën për një qerdhe të re në ministri, presim veç të finalizojmë edhe do pjesë të asaj procedura administrative. Balbon, jo sa premtoni, sa do të bëni? Për atë flas, se të premtoj, ndoshta do të kisha thënë 4 ose 5, prandaj thash një qerdhe më veç është e përgatitur dhe shpresoj që në mandatin tim ose po do të kryhet, dhe kemi në plan për moment edhe zgjerimin e një qerdhe. Duhet të thënë që në 4 fshatra janë hapur qerdhet në këto 4-5 vitet e kaluara.
Përveç kësaj, do të mundohemi maksimum që të shtojmë mirë, po besoj që me këto dy objekte, do të thonë njërin shtesë dhe njërin kryesor, gati se nuk do të kemi më listë pritjes tek fëmijët në qerdhë. Qenë Ndacak, edhe sa herë duhet premtoj kryetari komunës që do të hiqen qenë Ndacak nga rrugët, apo do t'i lëmë si simboli qytetit? Jam i bindur se asnjë komunë në veti nuk mund ta zgjidhë si problem, për të qenë sinqert deri në fund. Ne kemi punuar me të gjithë 9 komunat e Pollogut në një projekt, domethënë më veç që kemi edhe vendin në komunën e Vrapçishtit për një qendër rajonale, domethënë për trajtim të qenëve Ndacak. Projekti është gati, tani veç kemi biseduar për thithjen e fondeve prej dikund me qëllim që e njëjta të realizohet dhe besoj se me këtë dukshëm do të përmirësohet gjendja me qenë të Ndacak. E përmendet që është një problem territorial, mirë po pse asnjëherë nuk është vënë në funksion strehimorja? Strehimorja vjen në funksion, mirë po për fat të keq, qenë të Ndacak shëtiten nga një komunë në komunë tjetër dhe nga një qytet në qytet tjetër, problem të cilën mundohen të gjithë ta hedhin tek tjetri. Prandaj thash një qasje rajonale, por ndoshta më mirë edhe një qasje kështu nivel shtetëror për ta zgjedhë realisht këtë problem, se të gjithë tentimet tjera e zbusin këtë problem, mirë po nuk mund ta çrënjosin. Cilët do të jenë 3 projektet kapitale të cilat nuk do të mbeten në fletë, por do të realizohen saktësisht në 4 vitet e ardhshme? Do me thanë, njëri projekt kapital i cili do të realizohet në 4 vitet e ardhshme është ura e re tek gjykata në komunën e Gostivarit. Do me thanë, do të realizojmë këtë të vjetën, do të kemi urë të re me 4 korsi dhe me korsi për biçikleta dhe për këmbësor. Projekti dytë kapital do të jetë hapja e këtij bulevarit të cilën e përmendëm pak më parë, është arteria kryesore e qytetit, dhe projekti të tretë do të jetë mu këtu ku shëtitnim parkingu Nën Toksori parapar me 2 nivele, por si projekt të cilën shpresoj se do të arrim në 4 vjeçarin e ardhshëm eventualisht edhe ta realizojmë, do të jetë transformimi i qendrës qytetit bashkë me parkingjet Nën Toksore, por patjetër të përmends këtu se do të punojmë maksimalisht edhe ato janë kapitale në përmirësimin e infrastrukturës Nën Toksore, kanalizimi fekal, si dhe ujësjelësit, posaçërisht në fshatrat më të mëdha, në Çegran, në Debresh e kështu me. Keni ndonjë marrëveshje të fshetë në raundin e dytë dhe me kë do të koaliciononi, apo do të fitoni në raundin e parë? Po mirë, nuk du të prejudikoj se çka do të ndodhë në raund të dytë, në qoftë se ka raund të dytë. Unë shpresoj se populli në Gostivar do të thotë të veten dhe besoj që në raundin e parë në Gostivar do të kemi fitues. Kam një ankesë nga gazetarët këtu në Gostivar që komuna nuk ka një zëdhënës profesionist. Do të keni zëdhënës në mandatin e ardhshëm? Po, zotojmë se do të kemi një zëdhënës në mandatin. Edhe pyetja e fundit, do të shkoni në punë me veturë personale, zyrtare apo me biçikletë? Si zakonisht, unë vi gjithmonë këmbë në punë, do të vazhdoj ashtu të vi, jam afër këtu, shumë afër, 5 minuta prej komunës, do të vazhdoj ashtu siç kam bërë deri tani. Faleminderit shumë për kohën dhe suksese. Faleminderit.